kemi vendosur në dispozicion të fermerëve dhe të fshatit edhe një linjë të re kredie nga Banka e Shqipërisë, 250 milion euro, që është një shumë kolosale për t'ju përgjigjur ambicieve dhe për t'i dhënë mbështetje projekteve në fshat, por që kjo e kombinuar bashkë me garancinë sovrane që është prej kohësh në dispozicion të fshatit, nuk kanë sjell dhe gjasat janë që të mos sjellin asnjë rezultat domethënës, në rast se ne nuk ndryshojmë qasjen, dhe kur them ne nuk kam parasysh juve që jeni në sallë, po kam parasysh ne që jemi në proces në politikë bërje dhe në vendimarrje. Dhe për të ndryshuar këtë qasje na duhet një bashkëpunim më i afërt me protagonistët që janë në fushën e përpjekjes përditshme në fshat, dhe na duhet një plan për të ndërtuar modelet e duhura. Këtu janë edhe disa prej drejtuesve vendor, me sa shoh, dhe shpresoj shumë që nga kjo bisede sotme të çelim një kapitull të ri bashkëpunimi dhe ndërveprimi me teritoret në të cilat zhvillohet jeta e përditshme e fshatit. Nuk është vetëm linja e re e kredis që ka nevojë të shfrytëzohet maksimalisht dhe që rrezikon të mbetet e pashfrytëzuar, por është edhe paketa e maleve, e cila është një tjetër instrument i ri vënë në dispozicion të zhvillimit rural, që përsëri rrezikon të mbetet e pashfrytëzuar në rast se ne nuk arrim të ndërtojmë mekanizmat e duhur të ndërmjetëm deri kur këto gjëra të kthehen në pjesë të menduarit përditshëm të komuniteteve, dhe këtu kam parasysh me komunitete ata që punojnë tokën me ata që administrojnë territorin në nivelin vendor dhe në nivelin qendror sipas funksioneve të tyre. Kemi potenciale të jashtëzakonshme akoma të pashfrytëzuara, kemi fatmirësisht, dhe këtë unë kam mund të konstatoj edhe personalisht, realitete të jashtëzakonshme në fshat. Kemi protagonist që jo thjesht kanë ndërtuar një sipërmarrje të suksesshme, por kanë një bagazh të jashtëzakonshëm dijesh. Dhe këto dije janë një pasuri që duhet ta ndajmë së bashku. Mirë, por nuk mund ta ndajmë së bashku nëse nuk jemi ne që vim tek ju dhe presim që ju të vini te ne. Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Faktikisht ftesat janë bërë duke pas parasysh edhe faktin që të kemi një numër protagonistësh të administrueshëm në një tryez diskutimi, sepse natyrisht ju nuk jeni të vetmit, ka dhe plot tjerë, dhe ata që nuk e shohin veten këtu në asnjë mënyrë nuk duhet ndjehen përjashtuar, por thjesht ky është një hap i parë për të ndërtuar pastaj një proces, edhe për të pasur tryezat e përbashkëta diskutimin për fshatin edhe në nivel qarku, ku mund të ftohen patjetër edhe të tjerë, por duke u nisur nga ato që me gjas do të jenë konkluzionet e para të këtij diskutimi. Pra është një nevojë e jona, një nevojë e madhe e jona.
kemi nevojë të madhe që të rrisim impaktin e institucioneve që në letër dhe në misionin e tyre kanë mbështetjen e bujqësisë, mbështetjen e zhvillimit rural, por që në realitet kanë dobësira të mëdha. Dhe këtu unë do dëshiroja shumë që të jetë një diskutim shumë i hapur, nuk na bën asnjë punë që juve të flisni duke rrumbullakosur fjalët ose duke mos i thënë gjërat troç ashtu siç janë. Vetëm kështu mund na jepni ne mundësinë që të kuptojmë se çfarë do të bëjmë më mirë për ju dhe pastaj se çfarë bashkarisht do bëjmë më mirë për vendin në tërësi, sepse çfarë bëhet mirë për vendin është kontribut, është bashkimi i kontributeve të gjithëve. Dhe natyrisht nëse ne arrim të bëjmë më shumë dhe më mirë që juve të bëni më shumë dhe më mirë, bashkimi i gjithë kontributeve bën Shqipërinë që të ketë më shumë edhe që të jetë më mirë, nuk diskutohet. Dhe për këtë arsye mendoj që baza e këtij takimi duhet të jetë të qenit krejt të hapur në raport me arsyen pse jemi mbledhur. Pa asnjë rezervë, pa asnjë dorashk,